atë fobinë sikur ti je, apo nësibe? Sot jemi happy, le të themi. Me thënë. Përshëndetje. Sot dita e dytë. Jashtë vendbanimit me kandidaten me nësibe. Dje e kishim ditën e parë, pak vështirë jashtë vendbanimit. Mirë po, sot nuk e kemi atë stresin, atë fobinë sikur ti je, apo nësibe? Sot jemi happy, le të themi. Me thënë dje e thyem atë tabujën, atë feeling. Mirë po sot? Besoj se duja dali. Ne këtu para kemi penges, a jemi bo gati, rritin e kemi drejtu, pasqyrat i kemi kontrolu, rritin e kemi në pozicion të bukur. Në thënë si fillim ne për e bën nisjen, fillimi është të rregullojmë rritjen, pasqyrat, rritin e sigurimit edhe në pas në vazhdojmë procesin e vozitjes. Nga se këtu para kemi penges, ne do të shkojmë pak nga mbrapa, rikverc. Hajde shtypim kontrolin. Shkojmë rikverc, lartë. Luftim në dorës. Shofim pasqyrë sa ka mbrapa dhe të jo. Tiro kontrolin dhe darë. Shudrejt, dhe patë, stop. Uzërëm kare, drita të këmë të pjesone, majtas lartë, sinjalizojmë majtas. Ok, dhe ta shëmarim këtesën gane e majtë, se kemi penges pare, mere këtesën, full. Ok, fillim të kalirën pare të në pullin, shofim pasqyrën a kemi vetur, kemi edhe një. Ok, kresim në parë, fillim të drejtojmë për këndej, nga da, të drejtojmë. Vazhdo me gas. Mere këtesën të fillim të rritin shpejtësi që njerë. Vazhdojmë me gas edhe vazhdojmë dhe pa gas e pozitise. E nxjerrim të dytën, vazhdojmë përsëri me gas. Sa mirë po ende kemi të lidh. Sot nuk e kemi kohën me shi. Andaj duhet ta shfrytëzojmë me thënë momentin. Sot në stres nuk kene. Wow, bravo! Të lumt! Kur kemi penges, e hekim pak gazin, Vazhdojmë me gaz përsëri. Kolonën e kemi super të gjallëruar, e ke gazin. Vazhdojmë me gaz. Pak më të ndej, e mbajmë kursin tonë. Kemi shenjat kur nuk duhet as të parkojmë, as të ndalemi. E ke gazin, se kemi penges para. Edhe pengesa na shkoj edhe ne vazhdojmë. Apo? Kemi shenjë para, bungëza, dhe me thonë kemi bungë, kemi penges, e ke vetëm gazin. Me thonë e kemi bungën jo që të keqe. Me gas e rritim shpejtësi. Ok, kompluk e nxjerrim tretën, drejt nalt. Jo, të parën e ke nxjerr, e korrigjem. Ok, liro komplukin, liro. Tash pak frenojmë përsëri e ndalim. Kompluk e nxjerrim dytën, majtas poshtë. Dhe me thonë kur kemi në penges, ne patjetër të shkojmë një shpejtësi më poshtë. Vazhdo me gas. Hajde gas edhe pak. Gas edhe pak. E ke gazin. Vazhdo. Me thonë penges, kishim që në ndërpreu rrugën. Kompluk, ndryta. Me thonë moment që nisim ne me shpejtësi, të arritim shpejtësin me gas, automatikisht shkojmë një shpejtësi më lartë. Heke pak gazin e heke. Apo kemi penges. E mbajmë drejtimin, vazhdojmë me gas edhe pak. Rritim. Hajde kompluk e nxjerrim tretën, drejt lartë. Me thonë, vetëm pak. Vazhdo. Me thonë, nuk e kufizojmë majtas,
gaz. Se kur e kufizojmë majtas, ajo shkon shpejtësinë e parë. Heke gazin, përsëri kemi pengesë, pak frenojmë, komplluk e nxjerrim dytën, majtas poshtë, vazhdojmë përsëri me gaz. Domethënë këtë rrugë vazhdojmë me gaz. E kemi me full pengesa, mirë po. E përzgjedhim këtë rrugë me pengesa për arsye se ne mësojmë frenin motorik se si ta përdorim shpejtësinë, si çojmë lart, si çojmë poshtë. Për këtë arsye dhe përzgjedhim fiks këtë rrugë që ne ta mësojmë frenin motorik si ta bëjmë ndrimin e shpejtësisë. Apo nëse tash për momentin neve mund na vijë pak më rënd, mirë po, pas 2-3 ditëve do të na vijë shumë më lehtë për arsye se kemi praktikuar vazhdimisht. E hekim gazin, e hekim se kemi pengesë. Okej, e nxjerrim të drejtën lart. Jo, e drejtë. Nuk e kufizojmë as majtas, as djathtas. Kur e kufizojmë majtas, ne e nxjerrim të parën. Kur e kufizojmë djathtas, e nxjerrim të pestë. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme dhe për atë arsye unë vazhdimisht ta tregoj edhe instruksionin se drejt lart, majtas poshtë, apo me thonë këtë mënyrë edhe e mësojmë frenin motorik. Duke vazhdu rrugtimin, kujdesin e orës, ne vazhdojmë edhe me pengesa në rrugtimin. E hekim gazin, vazhdojmë përsëri me gaz. Gaz edhe pak. Hajde, komplluk e nxjerrim të drejtën, drejt, okej, biro. Heke gazin, frenon pak. Nxjerrim të dytën, majtas poshtë, vazhdon ngadalë. Heke gazin se kemi këmbësor. Vazhdon me gaz përsëri. Me gaz edhe pak. Duke e mbajt kurstin tonë, apo? Mos jep më shumë gaz se më njëherë kemi pengesë, po. Gazin. Vazhdo. Kur e kemi shpejtësinë të tretë, një manat edhe shtypim edhe frenim nës edhe rrugën e të shkojmë një shpejtësi më poshtë. Mirë, po për transferimin të dytën, vetëm e ngadalësojmë shpejtësinë edhe vazhdojmë. Gazin. Pak të kontrolën, të pak, edhe vazhdo. Hajde dhe pak nësë. Këtë të drejt pak. Vazhdo të gaz, super një. E hekim gazin përsëri, kemi vënd, frenim pak, komplluk e nxjerrim të dytën, majtas poshtë. Korrigjohet komplluk, ulet, edhe që majtas poshtë. Vazhdo. Me thonë tash drejt tretën e ke tërhek vetëm drejt poshtë, edhe ajo shkon te e katërta. Për atë arsye edhe nga bëni zhurmë fetura, se ne nuk e kemi ullë një shpejtësi, po e kemi nxjerrë një shpejtësi më lartë. E kemi veç gazin, edhe këtu nësibe kemi pengesën e fundit, tash lirohu, lirisht, vazhdo me gaz. Fillestarët i kam pak fobi pengesat, si traum le të themi, mirë po këto pengesat neve në mësojnë frenin motorik. Hajde gazin e pak. Nuk të tërën drejt plan. Okej. Edhe pedalet i lishojmë ashtu lehtë. E mbajmë kursin tonë.
Me si dhe, si nga duket ora? Super. Super, sot. Ok. Tash edhe pengesat i larguar, nuk kemi që më gazin, kur është pozicioni i rrugës poshtë dhe e largojmë pak gazin ato. Kur është pozicioni i rrugës, e largojmë gazin, mirë po kur është pozicioni i rrugës për nalt, atëherë japim maksimum gaz. Vazhdojmë me gaz. Me thonë, deri tash i patëm ato pengesat edhe patëm baka shqetësimi. Mirë po, se a e bëjmë mirë frenin motorika, jo. Kyqemi shpejtësinë aty ku duhet, ajo. Mirë po tash e kemi më të lirë rrugën, kështu që kur e kemi më të lirë, të kandidatja automatikisht lirohet. Kështu që një pjesë të rrugës mundohemi ta bëjmë mix me stres pas stres, një pjesë të rrugës orës mundohemi ta realizojmë më qetë. Edhe tash këtu në rrugën e kemi pak më të qetë. Vazhdojmë të jemi jashtë vendbanimit, për arsye se orën e realizojmë jashtë vendbanimit, apo? E tash fillimet, do me thonë, hapat e para i bëjmë jashtë vendbanimit, kurse më pas kyçemi në vendbanim në qytet. Ka nevojë të rimpatim timoni. Dhe kjo zonë është pak më e qetë, apo nuk është sikur e fillojmë orën. Thon pjesa e parë ku e fillojmë orën, ka do me thonë trafik pak më shumë, kemi pengesa të ndryshme. Mirë po këtë pjesë të ndej është pak më qetë trafiku. I kemi shenjat që na tregojnë shenjat e rrezikut. E mbajmë kursin tonë. Kemi do me thonë lakesa, kthesa, mirë po jo edhe aq të mëdhaja. Në këtë mënyrë ne edhe mësojmë timonin, se si ta menaxhojmë timonin, sa duhet ta kthejmë në djathtas edhe sa duhet ta kthejmë majtas dhe kur duhet ta mbajmë në timonin të drejtë. A e ke shumë të vështirë ta mbajsh drejtimin e timonin? Jo? Me thonë ti e kishe më të vështirë, se e mbajshe më fort timonin, Stresi e bën vetë. kurse sot e mbajmë timonin pak më lirë edhe e menaxhojmë pak më mirë. Kuptohet se ne jemi ekstrem fillestare dhe ndonjëherë ka nevojë të edhe unë mund ta preki pak timonin. Mirë po gradualisht dita ditës do jemi më të lira, më të avancume, me thonë stresi do menaxhohet edhe ti do të punësh më lirë, edhe nuk do ketë nevojë të ta menaxhojë ndonjëherë edhe ti. Apo kemi shtem në procesin. Kemi shenjat që i kemi jashtë vendbanimit, fshatrat, do të thonë, janë shenjat që të lajmërojnë objekt se ku është ky fshat, ku është ai fshat, do të thotë të lajmërojnë se ku jemi ne për momentin edhe se ku do të shkojsh. Se ka fshatrat e cilat nuk i din, nuk ke njohuri, nuk i din rrugën, s'ke qenë asnjëherë këndej. Mirë po kur e ke atë shenjën, edhe ajo automatikisht tregon se cilin fshat ti je. Bajmë drejtimin e kursejës. Dhe me thënë mundohemi të jana shkallin këto gropat, mundohemi të hipim me kujdes të gungat, e ke vetëm gazi. Vazhdo. Kemi pengesa në djathtë e tura. Kemi pengesë biciklet, majtë sinjalizojmë majtës poshtë.
Edhe e bëjmë anashkallim, dalë sinjali. Kënë çdo anashkallim ne e bëjmë me sinjal, apo? Edhe nëse ka hapësirë, nëse ka vend, nëse s'ka atëherë ne duhet qëndrojmë. E ke për gazin. Kur e kemi vendin për poshtë, apo vendi pjerët, ne hekëm gazin. Edhe ne menaxhojmë se sa duhet vozisa, po. Me thënë mundojmë i të mbajmë fix, por si në tonë. Nuk shtëngona për timoni, e mbajmë sa valir timoni. Si duhet, nësi veni. Stabilizon të. Me thënë tash pozicion të kemi më të qenë. Ka se edhe rrugën në kemi në gjatë. Edhe tash jemi liru të taj. Sa që edhe instruktorin në kemi në pedalat, jemi në gjonë vetë kandidatja, po. Nësibja, në moment që ka hipë në vetu, edhe pyetja e parë që ka qenë, a jam për lejon? Diskutojmë shpesh se vërtet disa kandidatët që janë ne për dobët, më thonë, mund të thotë se jo gjithë njerëzit që nuk patin qoferi për leje. Më thonë, mund të marrin ata të cilët e kanë aftësinë, edhe nëse je e dobët, mund të bësh sepse nuk ka dikush aq shumë e mbizotrim stresi edhe aq e dobët është, sa që ti nga pjesa këndeja menaxhon ti pozicion të ti mbajtja dhe pedalet edhe timonin, edhe ka dëgju kandidatja duke thonë këtë fjallë dhe në momenti parë që i pim vetur, a jam mu për leje për paten qoferi? Edhe përgjigja ime ishte bane si beje. Dhe me thonë derisa prej ditën e dytë që jemi kyç jashtë vendbanimit, edhe mund ta kontrollojmë, nuk themi nëse jemi shofer perfeksion, ka nevojë ende për ndihmën e instruktores, se ne ende mësojmë këtu, kemi ende shofere totale, mirë po, si për fillim, do me thonë si për jashtë vendbanimit, si ditët e para, jemi super, pedalet i kemi të lira, vetë i menaxhon, rrugën e mban ashtu si duhet, me thonë e mban korsinë e vetë, nuk e ka këtë pjesën fobi se ka kamion ose kombi, ka pjesa përballë edhe ta lishoj timonin ose nuk mund ta mbaje drejtimin e timonit veturës korsinë e vetë. Kemi pak luhatje, mirë po fillestare jemi. Tolerohet kjo pjesë. Mirë po mbas disa ditëve t'i ndryshojmë mohabetët nësive, apo e thonë duhet jemi shofera është si duhet edhe e kemi një të mirë në këtu nuk ja vëmë qefin kandidatës, kur nuk është mirë edhe t'i them shumë mirë je, jo. Ne vazhdimisht tu kemi vërejtje dhe kemi kritika, edhe kandidatja duhet vetëm t'i dëgjojë ato kritikat edhe vërejtjet, edhe t'i përmirësojë hap pas hapi. Ne nuk ja vëmë qefin të kandidatës, nëse kandidatja është dobët edhe bën gabime, nuk them super je, me përvoj, me kodë bëhet. Jo, nuk bëhet. Automatikisht duhet ta tregojmë se ku e ka thjesht defektin kandidatja, që ajo në orët në vijim, si tash që jemi 3 ditë në poligoni ka kalu, ditën e pare kishim tje jashtë vendbanimit, kurse ditën e dytë e kemi son, edhe ne patjetër të kemi vërejtje se kemi gabime, edhe çka duhet përmirësojmë edhe çka duhet korrigjojmë ne, edhe atëherë ne deri ditën e 18 gjashor të kompletojmë. Ne atëherë do jemi shofere. Më pas, ne atëherë mund bëna shofere profesionale,
Ne edhe ashtu 2 vite jemi shofere fillestare në Sika, po. Me thënë çdo kandidat edhe pasi që është furnizuar me patentën e shoferit, me thënë vazhdon të jetë shofere fillestare, mirë po ka shofere fillestare të dobët dhe ka shofere fillestare që është le të themi excellent, e shkëlqyer. Filoni, nuk e më hati më shumë. Ne mbajmë pak, që t'i bëjmë pak më pak. Ke gazin, frenon pak, kemi një penges, po plu, drejt natë, nxjerrim drejt 4, tretën edhe vazhdojmë përsëri me gaz, dhe jemi. Vazhdojmë përsëri me gaz edhe pak, edhe ta nxjerrim të 4, drejt poshtë, ashtu fillon. E gazin, frenon pak, nxjerrim të dytën, vajtës poshtë edhe vazhdojmë. Gaz pak, okej. Me thonë dhe kishim pengesën e papritur, nuk do ishe ta boje, mirë po shkon, kamioni vazhdimisht shkon edhe pas sinjale, ndërpret rrugën, me thonë e shef se është autoshkollë dhe ne mund të ja ndërpresim rrugën autoshkollës, gjë që është shumë gabim. Hajde të ndjerëm të drejt. Me thonë e shqetëson kandidatin pa nevojë. Ne gjithë kemi qenë fillestare dhe duhet ta respektojmë edhe të ja dimë vlerën çdo fillestari, se ne gjithë kemi qenë fillestare. Mirë po të ne faktikisht, e shohin se është autoshkollë, e shohin se është fillestar, edhe çka bën e ndërpret rrugën, gjë që nuk duket. Ke pak gazin. Po e nga dalësëm se kemi penges. Okej, kemi penges po. Nuk japëm shumë gaz se prapë kena penges. Dhe këtu dalë nga dalë, duhet përmbyllin orën, jemi në fund të orës dhe jemi në përfundim të vendit ku ne mbaron jashtë vendbanimin dhe piqemi në vendbanim, që ne sot nuk piqemi në vendbanim, sinjalizohet jaktas, e largojmë gazin, dhe tashsi e ndalojmë veturat, pak frenoj, në pluk, okej. E nxjerrim për shpejtësisë, e nxjerrim frenin e dorës. Tash e largojmë ripin e sigurimit, si të duk ora ditë jashtë vendbanimit të sile. Ma mirë. Sot do më Se dje pak më stres. Shumë më mirë. Sot super. Apo, sot super. Pak ndrimin e shpejtësisë, frenin motorik, dhe me thonë disa herë kemi po pak me gabim të vogël. Mirë po shpresoj se ditët në vijim do e korrigjojmë edhe atë pjesë. Atëherë nga ne miru ta kofshim videon e radhës.